Përshëndetje, se vini flasim mapur në Durrës Lajm. Nuk ka mision më fisnik se sa ti shërbesh atë dheu tënd përmes jetës, kontributit, aftësive, talentit, gjithçka, qenies që ka njeriu, ta vendos në shërbim të kombit të vet. Kjo është sakrifica, është kontributi më sublim që mund të bëjë njeriu në jetën e tij. Dhe sot kemi të ftuar në flasim hapur një ambasador me titull të kombit shqiptar, një personalitet i kulturës, i diplomacisë, i jetës intelektuale, i diasporës, Zoti Ramazan Këllezi. Faleminderit që jeni në flasim hapur, Zoti Këllezi. Faleminderit juve, ndjehemi nderuar të jem këtu. Është hera e parë që shoh që Durrësi ka një emision të tillë, edhe mendoj që falënderimet dhe urimet shkojnë për ju. Sinqerisht e prita me shumë dëshirë ftesën për të qenë këtu, edhe jam në dispozicionin tuaj. Keni titullin ambasadori i kombit. Keni titullin e lartë nga institucioni Presidenti i Republikës për merita të veçanta civile. Jeni koreograf i njohur në Tiranë, në Shqipëri, tashmë edhe në Kanada, i vallen popullore, i vlera tradicionale shqiptare. Nuk e di nga t'ja nis me ju, Zoti Këllezi. Kështu që ne këtu jemi flasim hapur, dhe thjesht duhet ta bëjmë bisedën hapur me njëri me kaq shumë vlera si ju, për t'ju thënë mirënjohje edhe nga qyteti i Durrësit për punën tuaj e zakonshme. Në Kanada jetoni prej shumë vitesh dhe tashmë keni një grup fëmijësh që quhet Shqiponjat e Vogla. Mund na flisni diçka, ju lutem, për Shqiponjat e Vogla? Patjetër, jam, siç e thash, jam i kënaqur që jam në Durrës. Durrësin gjithmonë e kam pas qytetin e dytë në zemrën time mbas Tiranës, sepse fëmijërinë dhe rinin e kemi pasur shumë të lidhur me qytetin e Durrësit, po edhe me qytetarët e Durrësit ne kemi shkuar shumë mirë dhe vazhdojmë të shkojmë natyrisht. Kështu që kjo më gëzon. Vërtet është e vërtetë ajo. Unë në vitin 2019 nga qeveria shqiptare mora vlerësimin ambasadori i kombit për punën e palodhur që bëjmë me fëmijët shqiptar për ruajtjen e traditave dhe valleve, kostumave shqiptare, por edhe gjuhës. Sepse fëmijët e mi me cilët unë punoj çdo ditë të diel e quajnë e diela jonë shqiptare. E diela jonë shqiptare. Ashtu e quajnë ato. Është bukur. Sepse jo vetëm që kërcejnë shqip, këndojnë shqip, po flasin shqip gjatë gjithë kohës. Edhe ne aty harrojmë që jemi në Kanada, po jemi në një pjesës të Shqipërisë dhe merrem me punët tona shqiptare. Kështu që unë kam filluar organizimin e këtij grupi kur jam rikthyer në Kanada, pasi kam pas një periudhë shkëputje në vitin 2010. Atëherë kontaktova shoqatën e Bashkisë Shqiptaro-Kanadeze, një nga shoqatat më të vjetra në historinë e Kanadas, dhe aty u bëra antar i thjesht i asaj shoqate, pastaj mora dhe detyra të tjera, por që në atë vit unë krijova ansamblin Shqiponjat e Vogla, me fëmijë të lindur të ardhur nga Shqipëria, por dhe të lindur në Kanada. Kështu që unë vazhdoj akoma të merrem me këtë grup, domethënë është pothuajse 14 vite punë, është një kënaqësi e madhe dhe edhe pse prindrit e këtyre fëmijëve, por dhe fëmijët vetë më falenderojnë për këtë, janë shumë të interesuar të vinë edhe të mësojnë vallen, unë heshtje i falenderoj nga zemra se po mos ishin këta fëmijë shqiptarë, shumë me këtë do të bëja. Kujt do t'i mësoja valle shqiptare? Fëmijëve kinez, fëmijëve kanadez. Edhe kjo ndodh, nuk është se s'ndodh, po kur ke gjakun tënd, kur ke shqiptarët e tu, domethënë është një mrekulli. Vërtet ndjehem mirë që e bëj këtë punë krahas punës time kryesore, kuptohet, sepse unë duhet të mbaj familje. Unë këtë punë e bëj në mënyrë vullnetare dhe një nga arsyet që kam marrë këto vlerësime edhe nga qeveria, po edhe nga presidenti i Republikës, është pikërisht sepse unë kam përkushtuar profesionin tim të parë në jetën time, po të thoja koreografinë, në mënyrë vullnetare këtij komuniteti edhe marr vlerësime pozitive nga pjesa më e madhe e shqiptarëve që jetojnë në Ontario. Po ju bashkë me Shqiponjat e Vogla
keni prezantuar këto vlera shqiptare dhe valle shqiptare në audiencat të mëdha në mban botës. Një audiencë ishte në Amerikë, më duket, me 20.000 spektatorë. Keni patur festivale, çfarë keni aktualisht? Pra, e keni vetëm në Kanada, përfaqësoni në Amerikë, përfaqësoni në Evropë, cili është plani i radhës? No, normalisht ne aktivitetet më të madhe kemi në Kanada. Do të thënë, të gjitha festat shqiptare që kanë lidhje me Shqipërinë, duke e filluar me pavarësinë e Kosovës në shkurt, aty fillon aktiviteti. Edhe pastaj mbyllet me festën kombëtare të Shqipërisë, në festën e pavarësisë të Shqipërisë. Këto janë dy pika dhe mbyllja e vitit. Në lidhje me atë që thatë ju, ne kemi qenë të ftuar në një aktivitet në praninë e 26.000 spektatorëve në Air Canada Center, në një ndeshje, edhe ka qenë dita e çlirimit, dita e pavarësisë, data 29, kur ndërmjet dy pjesëve të ndeshjes të skuadrës kanadeze dhe amerikane, që nëse basketbolli që janë me namë dhe shikojnë një mijëra njerëz, ne krijuam mundësinë që ndërmjet këtyre dy pjesëve të basketbollit të interpretonin një valle shqiptare, me qenë që ishte edhe dita jonë e pavarësisë. Biles e patën fatin e madh që të kishim në këtë natë edhe mbretreshën e vallet shqiptare, zonja Milicingu, e cila pak vite më parë ndalë në karrierë. Unë kam pas fatin ta kem shumë i kesh edhe nga nga profesionale, se në bashkonet profesionin, po edhe në jetën... Legjendë e vallet shqiptare. Legjendë, mbretresh, nuk vjen më. Kjo një humbje madhe për ne. Dhe Lili pranoi me shumë kënaqësi që të kërcente me këto shqiponjat e vogla. Dhe të them të vërtetën, gjysma e sallës ishte e mbushur me shqiptar, me flamuj shqiptar, me bluzë kuqezi, një emocion i papar. Shqiptarie. Dhe komente nga mira njerëz në gjithë botën, kryesisht shqiptar kuptohet, për ne interpretuam një valle motive tropojës që e ndezi ambientin. Vajzat, edhe pse unë isha me frikë që do emocionoheshin, se gjithë ajo atmosferë. Atmosferë të turm. Po, ishte shumë. Jo, ato qenë në nivelin më të lartë, prania e Lilit që i drejtonte gjatë gjithë kohës me atë mënyrën e saj profesionale, që një mrekulli. Ky ka qenë një aktivitet shumë i madh që më vjen ta përmend të parin, por ne kemi marrë pjesë në shumë aktivitete. Në Kanada kryesisht, në Ontario, siç thash, festat kombëtare, marrim pjesë në festivale multikulturore që organizojnë tjera grupe, për shembull komuniteti turk, maqedonas, edhe ne jemi të ftuar përfaqësojmë kulturën e Shqipërisë, kuptohet, në këto festivale. Kemi qenë në disa qytete, në Montreal kemi dhënë koncert, kemi qenë në Halifax, domethënë gama ose shtrirja e aktivitetet ka qenë e gjerë, po jo vetëm në Kanada. Ne kemi marrë pjesë edhe në Amerikë, në shumë aktivitete të ftuar. Për shembull në New York bëhet një aktivitet shumë tradicional, shumë i bukur. Këtë vit më duket mos gaboj ishte viti i 31 i festivalit mbarkombëtar shqiptar e quajnë ato. Një aktivitet shumë i bukur, zoti Agim Kola është drejtor. Grupe nga gjithë Amerika e Veriut ku ndodhen, janë grupi i Michiganit, grupi i Bostonit, grupi shqiponjat e vogla i Kanadas. Edhe bëhet një festë e bukur, tradicionale shumë e bukur. Edhe ne kemi marrë pjesë disa herë në këtë festival. Kemi marrë pjesë në Miami, në Clearwater, në një festival prapë shqiptarë që organizua atje. Në Michigan, gjithashtu zhvillohet një festival shqiptaro-amerikan shumë i madh. Mikesha ime Joli Paparisto që punojnë, sa jemi një grup koreografësh që komunikojmë me njëri tjetrin. Është një nga ato që drejton këtë festival. Kemi qenë të ftuar dhe atje mes artistëve mrekullueshëm. Aty ftojnë edhe këngëtarë nga Shqipëria dhe bëhet më tepër jemi të gjithë bashkë. Aktivitetet të ndryshme që na dalin gjatë rrugës, domethënë kur mendojmë që ja vlen të përçojmë kulturën tonë përpara ajo që do të thoja më tepër është momenti që thatë dhe juve, në kohën që unë kam drejtuar shoqatën e Bashkisë Shqiptaro-Kanadeze, ne kemi qenë në një moment shumë të rëndësishëm për të njohur muajin nëntor si muaj do e ndalësha. Është arritje e zakonshme. Është.
Dhe shpjegoni ju lutem, për gjithë ata që na ndjekin. Muaj nëntor, muaj i trashëgimisë kulturore shqiptare në Parlamentin e Ontario's. Ishte një gjë që më qetet misi. Ishte një gjë shumë e rëndësishme, sepse ishte hera e parë që kalohej një ligj i tillë me ligj, pra i miratuar me ligj nga Ontario. Shqiptarët në një farë mënyre me kalimin e këtij ligji u bën legjitim në Kanada. Prezent. Legjitim të barabartë. Barabartë me tjerët. Me shtetësit kanadez, barabartë, sepse e miratoi parlamenti. Pikërisht, pra, kjo ishte gjëja e madhe. Prandaj dhe ju jeni ambasadori i kombit. Dhe jeni krenari dhe ju falenderojmë. Faleminderit. Për shqiptarinë. Në cilin vit ndodhi kjo? Kjo ka ndodhur në vitin, në mos gabojmë, 2016, është në dhjetor të 2016-s u miratua nga u firmos nga mbretëresha, se ashtu janë patjetër nga Commonwealth, që mori atë vendimin e prerë. Por ka qenë një histori e gjatë. Natyrisht, unë qëllova të jem kryetar, presidenti i kësaj shoqatës, por nuk ishte vetëm puna ime. Puna ime ishte në aspektin artistik dhe organizativ, po ishte mbështetja e gjithë grupit drejtues të shoqatës. Sigurisht. Sepse thërimi mirë me shok shumë, themi ne shqiptarët, nuk mundesh dot ndryshe. Ajo që do të vlerësoja unë është prezenca e shqiponjave të vogla në këtë aktivitet, që është shumë i rëndësishëm. Ne bënim aktivitete 3 herë në muaj në Parlamentin e Ontario's për t'i bindur ato deputet që në Shqipëria ekziston, që ka një kulturë unike. Ato arritën të prekin vallet tona vetë. Shpesh herë fëmijët i ftonin dhe i merrnin në vallet të kërcenin bashkë me ne deputetët e Ontario's. Në mënyrë interaktive. Ato pan kostumet e mrekullueshme shqiptare, unë bëja edhe sfilat me kostumet tona, që i sigurova me shumë vështirësi, por i sigurova. Dhe prania e shqiponjave të vogla me vallet të ndryshme, të karinerave të ndryshme, krijoi ato një efekt besimi dhe të vërtetë që në fundit ky komunitet që po rritet në Kanada çdo ditë e ka vlerësuar, e meriton dhe vlerësuar për Kanadan. Për Kanadan. Kështu që shumë do me thonë se puna jonë. Do të thoja një moment kur ishte prezantimi që bëhe para parlamentit për aprovimin. Ishte momenti i parë që do bëhe propozimi. Propozimi, po. Edhe bëri një zonjë, Laura Albanese, që mendojmë që është shqiptare, po ajo asnjëherë nuk e pranoi. Megjithatë, dëshira e saj për të na përkrahur dhe na përkrahur shumë, e thonë vërtetën. Nuk më harrohet, ne ishim drejtuesit kryesorë të shoqatës dhe grupi shqiponjave të vogla në sallën e parlamentit atë ditë. Dhe ishim në postet e njerëzve të nderuar që ato i thrasin herë pas here për arsye të ndryshme. Laura Albanese ka folur gati 20 minuta për historinë e Shqipërisë, tepër emocionuese, e fillim me Skënderbeun, për luftën e madhe që bëri Skënderbeu për të ruajtur identitetin evropian, vokacionin perëndimor, që nuk lejo eksakt. Foli për Nën Terezën, foli për vallën shqiptare, këngën shqiptare më e bukur Amore, që është e vjetër shumë. Domethënë emocione, kishte bërë një përgatitje të një niveli mjaft lartë, që dhe ne vetë u habitëm dhe u mallëngjym me ato, me mënyrën se si e prezantoi dhe dëshirën e madhe që ky projekt për të njohur Shqipëria, për të njohur muajin nëntor si muaj i trashëgimisë shqiptare, ishte një gjë domethënë e padiskutueshme. Dhe ajo që na bëri më shumë përshtypje, prezenca e vajzave që ajo i prezantoi me kostume popullore të shqiponjave të vogla, që mund të kisha vesh me kostume të ndryshme për të dhënë idenë gjithë Shqipërisë, nga veriu, në Shqipëria mesme, Shqipëria e Jugut. U prit në dorëtrokitje në sallë, por dhe opozita, çuditërisht, e miratoi, e priti me shumë dorëtrokitje dhe një pjesëtar i opozitës, që nuk kujtohet emri, u ngrit dhe foli, është nder për ne të kemi shqiptarë sot në parlament, se është gjë e rrallë, s'ka shku ndonjëherë shqiptarë në parlament, për të thënë vërtetën. Dhe nuk kemi arsye pse si themi jo këtij projekti, sepse këto janë pjesë e këtij vendi. Dhe për të thënë të vërtetën, shqiptarët në Kanada janë, nuk do thoja për ta egzageruar, por është truri i Shqipërisë. Ato u treguan aq të zgjuar sa ti mblidhnin njerëzit atje.
Dhe kanë ecë shumë me thënë Është vërtetë. përgjithse më elitare Kanadaja sa vendet e tjera. Kjo tash po dihet edhe nga shqiptarët, kështu që Absolutisht. më vjen mirë që ju e pranoni këtë dhe prekni këtë pjesë. Sepse ne shikojmë për ditë në Kanada, Në suksesshëm. edhe brezat tonë, që nuk u rritim atje, janë inxhinier, doktor, artist, shkrimtar, zoti Kristaq Turulli për shembull ka një penë të mrekullueshme, e shumë të tjerë, zoti Bitarelli, piktor, domethënë njerëz me shumë vlera që fatkeqësisht e lanë këtë vend për arsye që ne i dim, Po. por atje e vazhduan me shumë. Tani fëmijët tanë po rriten me të tjera kushte, por me ambicin që kanë prindit e tyre, sepse ne shqiptarët jemi shumë kërkues edhe në kafshë fëmijëve. Të ngasoj pak, sepse e di që keni fëmijë të mrekullueshëm dhe suksesshëm. Faleminderit, po. Përmend pak se po flasim për suksesin. Me çfarë profesioni kanë tani? Me çfarë merren? Po vajza e madhe, Dua të ilustroj pikërisht të pikën. vajza e madhe Warda ka mbaruar fakultetin e Waterloo për arkitekte. Një nga më të mirët në Kanada. Është e vërtet. Është një nga më të vështirët dhe më të mirët. Dhe ajo mbaroi top 5 students. Shumë e dhënë me shkollën, ashtu ka qenë gjithjetër. Po, Dhe sot ka hapur një studio të saj, studio kollezi, që më vjen mirë, po sigurisht. sepse ajo zgjodhi pikërisht atë pikë në dot. Edhe nuk ka krenari më të madhe për një prind që të shikojë fëmijën e tij të jetë i suksesshëm. Ndërsa fëmijët e tjerë vazhdojnë, dy vajzat e vogla mbaruan fakultetin për menaxhim, kanë filluar punë të mira, edhe djemt punojnë natyrisht të dy, janë të sistemum të gjithë. Domethënë kanë marrë në atë moment që unë nuk kam nevojë më të merrem të kujdesem për fëmijët. Ata shumë tani kujdesen për veten e tyre. Por ajo që më gëzon më shumë është fakti që janë fëmijë të mbar, Po. pa problemet që ka jeta sociale në Kanada dhe kudo tjetër. Varet çfarë zgjedhje bën njeriu. Po nuk janë vetëm unë kështu. Ka me 10 me 100 raste në Kanada që fëmijët që janë rritë aty janë bërë shumë suksesshëm. I ke avokat, i ke doktor, i ke inxhinier, i ke ndërtues shumë të zotët. Kështu që edhe një sferë që edhe unë bëj pjesë është menaxhimi. Po. Mund të them që 50% e menaxhimit të buildingjeve në Ontario i kanë shqiptarë, domethënë është biznesi jonë. E kemi marrë ne. E kuptoj. Sa të mirë janë shqiptarët për menaxhuar Gjërat e tjerëve. për te kufive, sa mirë do ishim të kishim këta aftësi menaxhuese brenda territorit tonë për ta patur Shqipërinë më të mbarë dhe më të zhvilluar. Është shumë e vërtet kjo. Ne shqiptarët jemi shumë racizjuar. Po Dhe patjetër. dim të adoptohemi. Fatkeqësia e këtij vendi është që ne nuk i lëm njerëzit të bëjnë punën e tyre dhe nuk i vlerësojmë mbi bazën e vlerave që kanë. Ne i besojmë mbi bazën për këtë do votoj, kujt i përket. Ky është gabimi më i madh. Ka një alergji ndaj meritokracisë këtu. Kushdo që është i Zoti, ka merita, Luftohet. një grupimi i caktuar, por që Luftohet. fatkeqësisht kontrollon çdo gjë, e lufton. Po kjo është e Dhe keqes. ndaj dhe na duhet epoka, na duhen dekada për të arritur aty ku duhet të jemi. Ndërkohë që është shembulli real i diasporës shqiptare që shndrit shkëlqen. Shkëlqen, është e vërtet. Shkëlqen. Dhe mos në Kanada shkëlqen. Shkëlqen Amerikë, Pa shkëlqen probleme. Angli, shkëlqen Itali, shkëlqen ku gjet. Kudo që janë shqiptarët. E tregon, ai është gjaku i vërtet, mendja e vërtetë e shqiptarëve, cilët gjithashtu e theksoi sa herë më zhdën mundësia në këtë emision, në Klasin më hapur, për ta thënë hapur, faleminderit për remitancat e përvitshme. $1 miliard kanë qenë në fund të vitit 2024, prurjet, dërgesat monetare të shqiptarëve që kanë sjellë në ekonominë e vendit. Dhe kjo është në rritje e në rritje, për treguar që shqiptarët janë duar art dhe janë ata cilët Dhe mendje ndritur. dhe mendje ndritur dhe janë ata cilët kanë ndërtuar Shqipërinë realisht dhe po e provojnë kudo në botë. Do t'i kurti, fatkeqësia e madhe është se në krye të këtyre grupeve që thamë janë njerëz që nuk e kanë këtë zhvillim në këndvështrimin tim. Po, patjetër. Nuk e kanë këtë zhvillim ose këtë nivelin e duhur për të kuptuar që ata njerëz që duhen vlerësuar, sepse duke vënë në krye të vendit njerëz që njohin, që japin, intelektual të vërtet,
nuk ka asnjë humbje, vetëm fitim. Vetëm fitim. E kupton? Kjo ndodh në Kanada. Në Kanada nuk do të di njëri se je i bardh, je i zi, je i kuq. Çfarë partie je? Vjen, partitë nuk diskutojnë fare, po vjen nga ky vend dhe nga një vend tjetër fare. E je zoti të shpunën në krye të vendit. Po e them me sinqeritet fjalë se s'është një gjë. Unë punoj në një firmë menaxhimi që quhet Dell Management, është një nga më të mëdhenjt në Ontario. Presidenti, zëvendës presidenti i gjithë kësaj firme të madhe është shqiptar, zoti Durmishi. Bravo. Do me thënë, është një arritje e madhe, është pozicioni, është numri 2 i gjës madhe. Unë kam 10 vjet që punoj me këtë kompani. Jam menaxher në një pallat në Mississauga, një qytet afër Torontos. Në vitin 2019, për punën që bëj domethënë, mora nga kompania ime, Dell Management, property manager më i mirë i vitit, që ne jemi 500 property manager aty. Dhe në vitin 2021, mora property manager i vitit për ACMO. ACMO është shoqata e të gjithë property manager për gjithë Ontarion. 22.000 property manager, shoqërive të ndryshme, pra është Dell, është një kompani tjetër, dhe ACMO më dha mu vlerësimin sepse pa që arritjet e mia në punë ishin, po sa kush isha unë për ACMO. Në këtë Putemik? Se kam ideen. Pagove rishfet? Fare. Jo. Bëre truke politike? Jo. Se meritokracia? Këtë dëshat rëndzidhja. Do me thënë, në 22.000 property manager që funksionon që janë në punë, në 10 ose 15 kompani të ndryshme, ato vendosën, ku një pjesë e mirë janë kanadeze, janë të tyre, ato vendosën të marrin një shqiptar që ka ardhur diku nga dhe t'i japin këtë vlerësim sepse ka arritje në punë. Kjo s'ndodh këtu. Ka që thjesht. Fatkeqësisht. Dhe kur merret një letra që ti je property manager i vitit edhe është nder për ne, nuk i besoj asyve. U habita. Thash, po si ka mundësi këtu ka kanadez ka. Ke unë ngelen, ja që ndodhi. Zoti Këllezi, ju vini nga një familje me emër të madh në Tiranë, autoktone Tiranës. Dhe karriera juaj si drejtor i shkollës baletit, që keni bërë reforma aty, koreograf, etj, tashmë me këtë status, ambasador i kombit dhe i besuar nga presidenti i Republikës, do të ndalesh pak edhe tek një pjesë e karrierës suaj, se duhet ta lidh kulturën me diplomacinë. Patjetër. Ju keni shërbyer si konsul në ambasadën e Shqipërisë në Romë. Diçka në aspektin diplomatik dhe në këtë pikë ju lutem nga shërbimi që keni bërë vendit në Romë. Ma kanë bërë shpesh të pyetje edhe më kanë thënë që përbashkët ka, domethënë ti jesh mësues, artist dhe ti jesh diplomat. Edhe i kam thënë që në të dyja këto aspekte emëruesi përbashkët është mirësia. Në mënyrë që ti shërbesh vendit tënd edhe në aspektin kulturor, po edhe në aspektin shtetëror. Unë, si shtatë vërtet rrjedh nga një familje shumë e mirë e Tiranës, një familje qytetare, që për ata që e njohin, sa po i thumbi emrin nuk ka nevojë më të pyesën më gjatë. Një familje që kanë nxjerr artist, kanë nxjerr mjek, kanë nxjerr inxhinier, në gjitha sferat e jetës dhe kudo kemi qenë kemi arritur suksese. Edhe kjo fal genin që kemi të trashëguar. Dhe unë duke qenë një pinjoll i kësaj familje, kam vazhduar traditën e familjes time, edhe mundohem që t'jem shumë korrekt me njerëzit, shumë korrekt me jetën time, në mënyrë që ta ruajmë këtë traditë që e kemi ndërtuar me breza. Unë pata fatin që t'jem disa vite në ambasadë, edhe të punoj në konsullatin e shqiptare në Romë. Dhe do të thoja një gjë që më ka karakterizuar atje është ndershmëria. Ti këtë mund ta besosh më mirë se çdo njeri tjetër. I kam shërbyer atyre njerëzve me shumë dashuri dhe pa parë fare oraret, që ja u kam marrë fëmijëve të mi, ja u kam 10 fëmijëve të mi. Për shembull, nëse ka njeri që më dëgjon sot edhe ka pas të bëjë me mua punë, do thotë vërtet foli hapur. Vërtet foli hapur në Durrës, lajm. Unë
duhet ta filloja punën në orën 9 të mëngjesit dhe në orën 2 duhet ta mbyllja konsullatën, sepse nga ora 2 deri në orën 5, që ishte orari, duhet merresha me dokumentacionet e tjera që vinin nga Shqipëria në Itali dhe Anasjeltas. Të betohem asnjë ditë vetëm nuk e kam mbyll konsullatën në orën 2. E kam hapur në orën 8 të mëngjesit, se më vinte keq për ato njerëz që udhëtonin, vinin nga Pisa, vinin nga gjithë Italia me fëmijë të vegjël, se duhet bënin prokura pafund. Dhe çohesha herët, shkoja në 8 të hapja zyrën, që të mundohesha t'i krijoja mundësinë që të mbaronin sa më shpejt punë dhe t'iknin. Dhe e kam mbyll zyrën derisa ka dalë personi i fundit dhe rastet më të mëdha ishin se më vite keq t'i ktheja në orën 2, se duhet vinin edhe një herë tjetër. Dhe më thënë, mendoja më gjatë, kështu që i thoja, vetëm mos më leni qetë punoj, nuk e mbyll pa i mbaruar gjitha. Dhe e kam mbyll zyrën në orën 5-6 çdo ditë, kur nuk kishte më njëri, dhe pastaj merresha nga ora 6 deri në orën 10, se duhet të bëja ato punë me shkretat e tjera. Po kjo nuk ishte një ditë, ishte për ditë. Çdo ditë. Edhe ditë shtunë e diela, kur kishim raste që të bënim të nuraustat e vdekjeve fatkeqësisht. Po unë i kam shërby atyre njerëzve me shumë dashuri, pas një lloj interesi, ato e kam parë në sytë e mi, dhe kam marrë falënderimin pafund gjithë jetën time. Më thonë sa miqtë e mi akoma, edhe sot e kësaj dite, kur vjen në një që s'ka pas radhën e tij, ku është ai burri, sa ai na marrë të punë. Por kanë qenë vitet më të bukura të jetës time. Domethënë e dashurova atë profesion dhe e kam bërë me shumë dëshirë dhe pasion. Nuk thoja kur jo. Sa herë më pyesin studentët, profesor, çfarë duhet të bëjnë në jetë? Sigurisht kërkojmë këshilla. Pasi jap disa këshilla e përmbyll me një fjali. Çdo gjë që të bësh në jetë, duaje. Dhe realisht ju jeni shembulli më i mirë i kësaj gjëje. E deshët diplomacinë, shërbyet me ndeshmëri dhe sinqeritet dhe me zemër, sikurse edhe angazhimin tuaj në Kanada duke shërbyer kombit, ndaj dhe realisht dhe në të vërtetë me meritokrasi meritoni titullin ambasador i kombit. Vjen tek pika, ju jeni shembull i gjallë, edhe keni përvojën tuaj dhe edhe eksperiencë të gjatë të shumëllojshme. A mund të jepni një mesazh rinisë shqiptare, rinisë së Durrësit, artistëve të ri, vallëtarëve të ri, të gjithë atyre që kanë nevojë për një mesazh të thjeshtë për jetën në vazhdim? Patjetër. Unë kam patur fatin të ndjek ca emisione televizive, sepse i shohim dhe atje, se do që tjetë gjua jote, vendi jot. Kam parë që Durrësi ka një grup shumë të talentuar kërcimtaresh, me një koreograf që tani harrova emrin. Arjan Plaku? Arjan Plaku, bravo. Një grup, domethënë, që punojnë, kanë dashuri për artin. Arjani punon me shumë dëshirë, edhe ka arritur rezultate. Domethënë, duke qenë Tirana, ta din televizionet marrin Arjanin, tregon që ai ka bërë një punë serioze. Nuk du të gjykoj anën profesionale, gjithë secili aty vet, por fakti që ka një grup. Do të thoja, për muzikën thonë, muzika është mjalti i shpirtit njerëzor, shumë e bukur. Unë do thoja që edhe kërcimi është një pjesë e këtij mjaltit, i këtij shpirti njerëzor, sepse të kërcesh do të thotë të mbash trupin tënd në formë, të kërcesh do të thotë të shprehesh nëpërmjet lëvizjeve, dëshirat e tua, por nuk mund t'i thuash dot me gojë, do t'i thuash me lëvizje. Pra edhe kur ke një idil fshatar atje, do t'i tregosh asaj që të dua të bëj, pra ka emocion në mes, dhe nuk ka më bukur, sepse duke e ruajtur traditën dhe kulturën e artit, ti ndjehesh më mirë në çdo fest, në çdo dasëm. Sa herë kemi thënë ne kur jemi ulë në një dasëm ose në një fest, çohet dikush kërcej, oh sa bukur kërcej ajo goca, e shikon. Domethënë ky është ti edhe vlerësohesh duke e mbajtur. Prandaj ta duam vallën popullore, ta duam kulturën tonë, është krenaria jonë, është e vetmja gjë që na bën ne krenar në botë, sepse kërkush nuk mund ta kërcejë të vallën tonë përveç nesh. Kështu që është detyra jonë që ta mbajmë gjallë. Zoti Këllezi, në gjithë këto minuta që diskutuam së bashku, ju shndriti më shumë fytyra tani në fund, teksa po flisit për vallën, dhe shumë e dukshme pasioni juaj për vallën popullore shqiptare. Faleminderit për gjithçka që bëni për kombin shqiptar.
Faleminderit që bëni maksimumin tuaj me krenari për gjithë ata fëmijë të shqiptarëve, cilët as nuk e kanë vizituar Shqipërinë ndoshta, por që kërcejnë vallën shqipe dhe flasin në gjuhën shqipe, fal punës suaj. Faleminderit që na krenoni me të gjithë komunitetin shqiptar në Kanada, në Amerikë e kudo. Unë falenderoj juve që më dhatë mundësinë të vi në Durrës, siç e thash, unë e kam dashur dhe e du Durrësin shumë. Edhe më pëlqeu dhe mbrëm tek shëtisja tjetër atë vibe në qytetit bregdetare. Domethënë asnjë ndryshim nga qytetet e tjera bregdetare kudo në botë. Të falenderoj shumë për këtë emision, këtë detyrë që ke mbarë mikurisë, se nuk është e lehtë. Ka shumë probleme. Se pavarësisht nga dëshira e mirë që mund të keni për të bërë një emision, por ka aq shumë pengesa derisa të arrisësh këtu, siç në ndodhi me neve, me zor arritëm në Durrës, ku diun. Po ju falenderoj për fjalët vlerësuese që më thatë. Unë, siç thatë dhe ju, unë e dua këtë profesion, se është një profesion që unë e kam filluar që në moshën 5 vjeçare. Unë kam studiuar për violinë faktikisht, por në 4 vitet e para, domethënë në shkollën 8 vjeçare, po filloi të më venitet dëshira për violinën dhe shkoja për të bërë violinë, përfundoja në grupin e vallëve, në pallatin e pionierëve, derisa u kuptoi që e lash mbas dore, pastaj unë kisha tjetër gjë, kështu që uroj që të kem shëndet edhe jetë gjatë, që të vazhdoj të merrem me këtë punë sa të mundem, po vërtet ndjehem mirë kur vlerësohem, kur fëmijët e mi dalin, kam një grup shumë të mirë në fakt, që ndjehem dhe vajza që kërcejnë me shumë pasion vallën popullore nga gjithë krajinat e Shqipërisë. Edhe kudo që shkojmë marrim vlerësime maksimale dhe ajo që më bën të ndjehem krenar kur e them që është grupi i Shqipërisë është më del nga zemra. Atëherë ju mirëpresim ju dhe shqiponjat e vogla nga Kanadaja në Durrës. Me kënaqësi më të madhe. Dhe ishte nder për qytetin, dhe ishte nder për ne, edhe kënaqësi për ata vetë shqiponjat e vogla për të performuar për banorët e mrekullueshëm të një qyteti të mrekullueshëm të Durrës. Është e vërtetë. Faleminderit me kënaqësi. Shumë me kënaqësi e pranoj. Ju presim. Faleminderit shumë. Faleminderit që na ndoqët, ne u takofshim në episodin e radhës.